Kur bëhet një biopsi e luktit, cilat janë disa nga komplikimet që mund t'i kenë pacientët? Po, biopsia, me të drejtën, ka shumë pak komplikime. Vetëm një komplikim është nëse kemi në gjakderdhje, tash i komplikacione që ndodhin shumë rrallë, ato dhe gjatë manipulimit me gastroskopi apo endoskopi, mund ndodhin gjatë fryrjes apo diçka në perforim që janë minimalisht që mund të ndodhin, por gjatë biopsisë, nëse domethënë gjatë marrjes ndaj pacient që sepse zakonisht pacientët që kanë karcinome janë të predispozuar me pas gjakderdhje për shkak të çrregullimeve në kaskadën e hemostazës dhe prodhimit të disa faktorëve prokoagulues që bëjnë domethënë kanë tendenca për me pas tromboza dhe gjakderdhje. Kështu që ndodhin shumë rrallë nga biopsia, komplikacione inekzistente mund të jenë, për arsye se është shumë rëndësi të bëhet biopsia dhe të vendoset diagnoza sa më herët. Kur indikohet një gastrektomi totale dhe subtotale, cili është dallimi mes tyre? Ju thash edhe më herët, gastrektomia subtotale është largimi 2/3 të luktit, por mbetet një pjesë e luktit, ndërsa kur largohet në tërësi, atëherë domethënë lukt nuk kemi fare dhe bëhet vendosja e kontinuitetit në mes të zorës hollë dhe ezofagut. Tani pacientat normalisht që jetojnë edhe pa lukt, na thuajse gati çdo javë realizojmë operacione të tilla dhe për jetëgjatësi pastaj e tutje krejt varet prej stadit se çfarë ka orë stadi. Nëse është stadi mirë, këta pacient pastaj vetëm duhet të edukohen në ndrimin e stilit të jetesës, domethënë normalisht kur nuk është lukti apo rezervari, këta pacient duhet të ushqehen me racione shpeshe në kapak, ushqime më shumë të qëllshme, me i mbajtë domethënë më shumë në gojë, me i përtyp që normalisht kur kalojnë direkt në zor të jetë më me himos, domethënë më i qëllshëm ushqimi, në mënyrë që edhe faza e digestionit të vazhdojë tutje pa problematik. Po avantazhet edhe disavantazhet e gastrektomisë laparoskopike duke krahasuar me atë të mbyllur, cilat janë ato? Tani në qendrën klinike universitare me laparoskopi nuk e kemi realizuar gastrektomin. Normalisht në qendrat të avancume edhe e realizojnë, mirë po avantazhe në aspektin e jetëgjatësisë dhe resekcionit onkologjik, po flas nuk ka ndonjë avantazh. Avantazh ka në aspektin estetik të rehabilitimit postoperativ, normalisht që nuk kanë plagën e madhe operative, kanë vetëm shpurjet, pastaj kthimi në jetën familjare, sociale është më i shpejt. Domthonë ka disa përparësi, mirë po në aspektin onkologjik, gastrektomia e hapur me atë laparoskopike nuk ka ndonjë domethënë përparësi. Përparësitë janë vetëm ekonomike, estetike, kështu me radhë. Pas intervenimit, si bëhet rekonstruksioni gastrointestinal të këta pacient? Pra nëse e largojmë në tërësi luktin, domethënë bëhet rekonstruksioni apo bashkimi i zorës hollë me ezofagun. Dhe po ashtu derdhja e langjeve pankreatike dhe biliare në zorë, në mënyrë që me bashku me ushqimin dhe me vazhdu pastaj faza tjera të digestionit.